Unë mendoj që Serbia ka dhonë shumë pore ma heret me na po qështu. Cëp. Nuk ja ka rritë qëllimin. Albin Kurti, preja 15 vjetë ka rritë që na tash me po njonin tjetërin si armik. Pa din që ato nuk jo. Është e rrezikshme bre. Është shumë e rrezikshme. Qëre, aj po lidohet ka njëherë me Mitrovicën që atje, e thamë edhe një naj, qëre, Albin Kurti, kërëarën për shtetë, e ka gjetë këtë institucionet, edhe policinë, edhe ushtrinë, edhe institucionet tjera këtë orë që ullë që ato, edhe policinë e ka përdur për propagandë edhe për interesa veç veta. Nëse dikush i ka bu bashk, stërd, nëse dikush i ka bu bashk, i ka bu Albin Kurti. Na e po me dhe nëzjedh që tash lokale. 90% kanë ndonjë zgjedhje dhe kanë festu, nuk e disha i në Beograd, a i në Kosovë. Asi zosen së aty. Me flamoje, me daulla, në më ndollën ku metër. Ku hupën ta që u lavdreshin shumë, që e kemi shqiru Mitrovicën. Për neve, shqirimi ka ndodhë 99. Për neve ka rëndësi kufini Kosovës. Jo ku qëtën mrena kufinit saj. Nuk ka shtet etnikisht pastër këtur. E na nuk u dojna musil si kur Miloševiqi të njerë. Ajna ka pas bo bashkë neve, dhe unë menoj që nëse dikush është meritor, që ka bo sërbë bashkë është veç Albin Kurti, jo dikush edhe. Uroj që tu s'kena nevoj asë për një vot, asë me këtë vot, se di vallahe që ju e një mape dhe kë, nuk po mape dhe kë, po si nape dhe kë, veç na kena do përgjithsi, e fol juve, e fol shumë qytetarëve, jo veç Dërnicit, po të Kosovës, Partia Demokratike është që këtë. Unë muna me fol për Partinë Demokratike shumë, sepse sukseset kanë do veç për Partinë Demokratike. Kisha pas shumë qetë, që cili do që vjeni në këtë vend pushtet, me ja numru sukseset. Me debatu, a ke bo mirë, a ke bo keq. Na jetojmë qëtu. Unë e kam 15 për mesa, unë vendinke edhe ju nuk kanë tjetër. Qëtu ke? A i s'ka këtu, nuk e ka as një vërë parve këtu, ose ka as familjen këtu. Nuk ka në interes, a i nuk ka kushëri, a i nuk ka miq, a i nuk ka shuk, se na kër e bojmë na i gabim, vjena i djallë, e kam i djallë migjës, të të hej, që a kësë jendje ju t'ja kështu. A i se ka kërkëm këtu. Për këshijat dhe për më sukseset i dini dhe ju dhe na. Sepse tash mundësit janë mu informu, po besa mu dizinformu jënë këgjatë mu. Na e kem një kryeministër, një kandidat për kryeministër, që unë menoj që është një person që e nje mirë problemin e Kosovës dhe është ekspert i fushës ekonomike. Unë menoj që vendit unë i duhet ndryshim i madh ekonomik. Nuk i duhet blokad.